komoditet partive politike që të jenë rigjide në qëndrimet e tyre. Është mirë që ka aktorë tjerë që po fatmirësisht po interferojnë edhe po tentojnë me bë zgjidhje. Është një ndër opsione. Çfarë zgjidhje mund të bëjë presidenti? Po presidentja është edhe mund të shtyjë përpara, mund të ato bani zgjidhje në bllokimin e parë, letra presidentes e bani zgjidhje në lidhje me formimin e komisionit parlamentar, ku i dha do këshilla, do sugjerime, do instruksione, ishin aty dhe u vepru në atë drejtim. Njëjtë mund të bëj edhe tani, shtoja faktin se presidentja është një juriste e shuar dhe mund të jep edhe këshilla si juridike, sepse është e thirrur dhe besoj që kjo t'i jep edhe ndoshta do t'i jep edhe arsyetim se cilës palë të del pingërçit, sepse janë barikadu kot se cila palë ato barikadat e veta dhe po shpresoj që janë të këshyrë rrugë me dalë përpara dhe presidentja t'ju hap një rrugë. E ka një rrugë zgjidhje dhe besoj që na të gjithë pajtohemi që duhet të krijohet kuvendi dhe pastaj të shkojnë me hapat më të tjera se janë vetëm 25 ditë dhe ka afate decisive aty ose do të zgjidhet kryeministri do të shkojmë zgjedhje. Hamiti, po e kaloj tek ju, tani pas të 15-s presidentja pritet të mbledh subjektet politike ose liderët e subjekteve politike, a presin një zgjidhje në këtë moment kur po shohim që pozicionet janë rigjide të njerëzve të tjetrës palë. Nuk e di si shihni ju nga këndvështrimi juaj. Kushtrim ftesë është ftesë, do të kisha thënë normale të një dialogu e cila nuk paragjykon një rezultat finit. Do të thotë jo një rezultat final, po një dialog i cili mund të zhbllokojë një situatë e cila është e bllokuar diet pse e keni thënë ju edhe më herët, s'kam nevojë ta përsëris unë dhe sepse edhe kolegët e kanë thënë këtu edhe më parë, do është problemi i moszgjedhjes dhe insistimit të një kandidat